Lutja që Allahu të përfshi me gjitha të mirat. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, biyadika al-khair. Përsëriteni gjatë kohës që e dëgjoni, pas meje. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, biyadika al-khair. Që don të thot në gjuhën shqipe se është vetëm një Zot që është i gjalli, i përhershmi, i cili meriton të adhurohet, që është një dhe i pashoq, dhe çdo e mirë vjen nga ai. Ky është kuptimi në gjuhën shqipe. Kjo lutje, nëse e thuni mëngjes dhe mbrëmje, do të përfshihesh nga mirësitë e Allahut pafundësisht. Thuajeni sa më shpesh, shpërndajeni që ta mësojnë dhe të tjerët.